mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste të Fatos Nanës zgjastë të paktën 5 orë. Mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste të Edi Ramës zgjat 5 minuta. Kaq. Është një tregues krejt sasi orë që ka brenda dhe cilësi, dhe debatin mbi cilësi. Mund t'ju them këtë që Partia Socialiste e Fatos Nanës nuk e lejoi Fatos Nanën që të mbrënte ministër të lëndë. Nuk e lejoi. E la 6 minuta pa ministër. Nuk lejoi të mbrënte një zëvendës ministër, se nuk po i zëvendë, nuk e lejoi fare. Do të mendoj që Petra Koçi ka qenë një nga gogolët e pozitiv të debatit brendshëm në Partinë Socialiste në kohën e Fatos Nanës. Petra Koçi ishte i pari që u përzu në Partinë Socialiste e Edi Ramës. Është dallim shqiptar me lidhje. Unë mendoj që është një fatkeqësi e madhe për mjedisin demokratik. Ajo që duhet arrijmë në një konkluzion është që Partia Socialiste kishte një kulturë demokracie të brendshme që nuk duhet ta humbë. Zaten është ky problemi edhe i qeverisjes së fortë, autokratike, agresive, arrogante, është pikërisht vjen më së shumti, po flasim sot për një parti, për një qeveri të Partisë Socialiste, edhe për shkak të faktit se socialistët nuk kanë më demokraci. Socialistët, edhe në njëri që kanë në urejtje, përpiqet të azhërnoj vetëm diku, të gjejë zgjidhje, të ecet me anashkalim, po ose pastaj shpërthen në grupazhe, siç kemi parë, grupi Sajmirit, grupi Fatmirit, grupi këtij, grupi atij janë prezente, dhe pastaj nxjerrin kokën aty ku s'duhet ta nxjerrin. Unë mendoj që demokracia brendshme në Partinë Socialiste, humbja e demokracisë brendshme në Partinë Socialiste është humbja më e madhe e demokracisë politike në Shqipëri, realisht.